Duhet ndalem pak te një element tjetër, feja, letërsia, dhe duhet kalojmë pak tek libri Unë jam musliman. Jo, unë jam musliman. Jam musliman. Po, dhe është një libër provokativ, ka ngjallur shumë reagime. Të gjithë më thonë që Blushi është natyrë që e ka qef provokoj debat. Dhe kjo është deri këtu është gjë normale, por të shkthyer në bezdi, në shqetësim, në momente saktuara, reagimet nga njerëz të saktuar, nga grupe të saktuara. Jo shumë. Jam mësuar me këtë që kam shumë vjet. Njerëzit më akuzojnë për gjëra që si mund të bëja, si kam pas mend të bëj. Po në Shqipëri është një falang njerëzish, unë e di kush janë ata. Janë ca të dëshpëruar, ca islamik, për fat keq. Ca njerëz që mendojnë akoma që këtu Shqipëria është një rend komunist, që në fakt nuk është. Edhe ky takëm njerëzish, këta kanë vetëm i punë të shajnë në Facebook. Kështu që unë njoh mirë këtë kontingjent edhe kur futen në pyllën e Facebookut, unë jam një kafshë e stërvitur. Unë di si të sillem aty. Pra, di si të ruajm nga lepujt, nga kam lexuar disa nga reply që nga kunadet, nga gjarprinc. Kështu që jam mësuar, jam i kafshë e stërvitur, kam 30 vjet që stërvitem. Mos më ndoshta më shumë. Unë jam sharë para se të fillonte ky të hapi, kishte ky pluralizmi i sharjeve, që filloi në 91. Blushi më bën përshtypje diçka. Eduard Lir, në një udhtim që ka bërë në Shqipëri, për ata që kanë lexuar Shqipëria viteve 1850-1870, thot në një moment kur isha në Elbasan dhe po pikturoja, vinin dhe më gjuanin me gur, më thonin shejtan. Po, i ka ndodhur në Tiranë ajo gjë. Po. Tani ka ndryshuar shumë nga ajo periudhë kohe, pjesa që ka të bëjë me radikalët fetar apo jo? Kjo haters si quhen, pra ata njerëz që vetëm urrejnë, është fenomen global. Po të lexosh to gazetarët e mëdhenj ose shkrimtar ose celebrity që quhen, gjithkohë ankohen për këtë gjuhën e urrëties që marrin faqet e tyre. Sepse për fat keq bota është shumë e polarizuar sot. Nuk ka qenë kështu para 25 vjeç, para 30 vjetësh. Pati shpresë që hendeku social mes popujve ose mes stresave të ndryshme do zbutej. Në fakt po vjen duke u thelluar. Kujt ja merr mendja para 20 vjetësh që njeriu më i pasur i botës sot do kishte gati $1 trillion, siç është rasti i Elon Muskut.